Pas pakënaqësisë me podcastin me Bleron, Afrona Dika ndryshon shumë, nuk do ta njihni. Afrona Dika nuk është një nga figurat publike që ka guxuar të ndryshojë shumë në pamjen e jashtme. E kemi parë zakonisht në të njëjtin linjë, si gjithmonë, bjonde me flokë të drejta dhe me grim të lehtë. E në foton e fundit, ajo vjen plotësisht ndryshe dhe mjaft interesante, duke i dhënë freski pamjes, kaqurrelse, simpatike, si mendon? Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.